Ministri I Infrastrukturës dhe Transportit Dimal Basha ka deklaruar se kryeministri Albin Kurti I kishte ofruar presidentes Vjosa Osmani një rol në qeveri. Në Debat Plus në TV Dugagjini, Basha tha se Kurti kishte propozuar që Osmani të bëhej zëvendës kryeministre e parë e Kosovës dhe njëkohësisht të merrte drejtimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për shkak të bashkëpunimit që e kemi pas me krejt ato mosmarrveshjet e vogla, kryeministri I ka thënë presidentes e gjejmë një figurë konsensuale për ta tejkaluar krizën. Edhe hajde bëu zëvendës kryeministria e parë e Kosovës dhe ja ka ofruar ministrin e punëve të jashtme. Presidentja është marrë me politikën e jashtme dhe në politikën e jashtme që është një prej vërejtjeve që I ka pas, por kryeministri e dëshmon të kundërtën. Kur I thot a ka mundësi hajde me mua njeriu I dytë, do me thënë është Albin Kurti dhe Vjosa Osmani, ka thënë Basha. Basha ka kritikuar edhe Partinë Demokratike të Kosovës për mungesë të propozimeve konkrete në procesin e zgjedhjes së presidentit të vendit. Ai tha se PDK-ja kishte mundësinë të vendoste në pozitë të vështirë partitë e tjera nëse do të kishte propozuar kandidat të pranueshëm për këtë post. PDK-ja ka mund me na vendos në pozitë të keqe krejtve, edhe juve edhe neve si LVV edhe LDK-n, edhe kish dalë që ku I kam dy emra të denjë. Burra e gra, këta janë dy emra dhe ju s'mundeni me refuzu, edhe atëherë kishim thënë atëherë vërtet këta qenë kanë të denjë dhe qenë kanë figura që gëzojnë mbështetje gjithë popullore, por edhe brenda kuvendit. Dhe ne I mbështesim, por me qenë se kanë qenë kaq të denjë, pse nuk e kanë dhënë asnjë emër të vetëm, ka thënë Basha.